Ish zëvendës kryeministri në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, Koçan Gjushef, edhe zyrtarisht është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Gjushef është i papërshtatshëm për hyrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion. Ndërsa shërbente si zëvendës kryeministër, Gjushef abuzoi me pozitën e tij zyrtare për të përfituar për interesat e tij private të biznesit, duke minuar besimin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në institucionet e tyre qeveritare dhe proceset publike. Hapi i sotëm tregon se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë atyre në Maqedoninë e Veriut që kërkojnë llogari nga zyrtarët e korruptuar publik, thuhet në deklaratë. Departamenti i Shtetit gjithashtu ndaloi gruan e tij Elizabeta dhe fëmijët Angel dhe Ognen të hynin në Shtetet e Bashkuara. Sergej Samsonenko, Orce Kamçev, Ratka Kamçeva, Sasha Mjalkov, Nikola Gruevski dhe Ramis Merko janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të korrupsionit.